Dimensioni i dhunës seksuale mund të interpretohet qoftë në aspektin mendor, qoftë në aspektin shëndetësor, qoftë në aspektin social, por edhe ekonomik. Në aspektin mendor edhe emocional, këta persona mund të kenë çrregullime të stresit post-traumatik, e cila interpretohet qoftë te individi, por fatkeqësisht mund të bartet edhe te ata mbrapa që lindin më pasaj. Mund të kenë çrregullime emocionale, mund të kenë çrregullime gjumi, mund të kenë kokëdhimbje, frikë nga vendi i ngjarjes, që është një konglomerat i simptomeve që ndërlidhet me çrregullimet e stresit post-traumatik, pastaj depresione, pastaj ka pas raste kur ka pas edhe vetvrasje e kështu me radhë. Në aspektin social, shumica për shkak të stigmës kanë mbetë izoluar, nuk kanë arrit me kriju familje, nuk kanë arrit me punësu, nuk kanë arrit me zhvillu veten në aspektin e karrierës apo edukimit, e cila pastaj ndërlidhet edhe me aspektin ekonomik, për faktin që këta s'kan arrit dhe janë izoluar, s'kan arrit me prosperu në jetë, realisht shumica prej tyre, grave dhe burrave, nuk kanë një status të mirë ekonomik për faktin që ende rrinë të izoluar dhe ende nuk i shfrytëzojnë mundësitë apo s'kan kapacitet mendor edhe emocional për mu punësu edhe mu integru. Fatmirësisht, mas një lufte të gjatë që kemi pasi organizata jo qeveritare, në 2014 ky grup i ndjeshëm shoqëror është njoft në ligjin për vlerat e luftës, edhe aty më pastaj është dashur edhe 4 vjet me radhë punoj me institucionet për më siguru një pension personal në formë të një reparacioni për krimet e bëra gjatë luftës. Fal këtij zhvillimi shoqëror dhe institucional, tash janë rreth diku 1800 gra dhe burra që marrin një pension personal, i cili nuk ka ndonjë vlerë të madhe monetare, domethënë vlera është shumë e ulët, po satisfaksioni shpirtëror që ta jap shteti dhe që ta njeh plagën, është një farë drejtësie sociale, edhe kjo e bën edhe ata që e kanë marrë këtë drejt ndjen pak më ndryshe në familje për faktin se ta validiton dhimbjen, kur për shembull nuk ta njeh dhimbjen familja, nuk ta njeh shoqëria, nuk ta njeh institucioni. Edhe viktima fillon me dyshu me vetveten, e ka shumë të vështirë me ecë më tutje.